Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit në Gjakov po vazhdojnë të marrin shërbime stabile të ngrohjes nga kjo ndërmarrje gjatë gjithë sezonës dimrore. Drejtori i ndërmarrjes Blerim Halilaj thotë se pavarësisht se mbrëm janë shënuar temperaturat të ulta, shërbimet kanë qenë në nivel dhe gjithçka po shkon mirë në ditët e para të janarit. Ditëve të para të janarit të këtij viti, pra me kemi pasur temperaturat më të ulta të regjistruara. Po pa marrë parasysh edhe pse temperaturat kanë rënë dukshëm në natën sapo e kaluam, presim prapërsisht temperaturat të njëjta edhe në ditën e sotit, të ne nuk presim me pas rregullim të operimit, temperaturat në rrjet janë komode, pikat fundore që i kemi, që zakonisht ato dinë me qenë më problematike, ato pikave që i kemi temperaturat mirë, nuk kemi pas ndonjë ankesë ose shqetësim të konsumatorëve lidhje me temperaturat në ambientet e tyre. Halilaj gjithashtu tha se konsumatorët që marrin shërbime nga kjo ndërmarrje tashmë vetë se kanë filluar me tarifimin e faturës në zbritje prej 5%. Ne kemi informuar konsumatorët me datën 30 dhjetor të vitit të kaluar se kemi marrë vendimin e zërrjes për tarifimin e ri për sezonën 2025-26. Në këto tarifa është një ulje për rreth 5% në raport me sezonën e kaluar. Sigurisht çdo zbritje për konsumatorët është e pavarshme për shkak se paguajnë më pak për shërbimin e ofruar, për shërbimin e njëjtë të ofruar. Drejtori Halilaj gjithashtu siguroi konsumatorët të ndërmarrjes se gjatë gjithë sezonës dimrore do të ketë ngrohje të rregullt sipas orareve të planifikuara.